Gjithashtu pejgamberi alayhis salatu wasallam hadith që ka thënë Imam Tirmidhiu në ngushtrimin e njerëzve të sprovës, e zakonisht po e vorreni se sprova po përsëritet vdekja e vladit, sepse vdekja e vladit është haram. Vdekja e vladit është haram, do të pikës provave, vdes nana, vdes baba, vdes daja, axha, këto janë sprova, po janë më të lehta. Me vdekje e vladit është haram. Me vdekje e vladit është haram. Tregon Abu Musa al-Ash'ariu, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, kur ti vdes dikujt e vladi, Allahu xhel xelaluhu i thot melaqeve: qabattum walad abdi, a ja murët e vladin robit tem? Thon po ja rob, urdhrove dhe zbatuam. Melaqet s'kan emocion. Urdhrove dhe zbatuam. Çish thove ti? Merja. Atëherë thot Allahu xhelalu ala: qabattum thamarat fuadi, a ja keni marr loçkën e zemrës? Këtu çka argumenton? Se Allahu e di çfarë emocioni ka robi. A melaqet nuk e din. Melaqet nuk e din. Domthon, ti ta marr Allahu në diçka, ti të dhem ajo. Melaqet nuk e di, ka zbatu urdhën. Ka zbatu urdhën. Allahu ti din ndjenjat, sa ai ti ka kriju ndjenjat. Tha ja murët loçkën e zemrës. Ata thon po ja rab, çish thave ti? Ata i thot Allahu xhelalu ala, çka tha? Çka tha? Shikoj me sa pak fiton robi. Çka tha? Tha o Zot, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahu të jemi dhe të aj, kena më këthije dhe shprej lavdrime për ty o Zot. Atër thot Allahu te bareke wa taala, ndërtoja një shtëpi në xhennet dhe titullon atë shtëpi shtëpia e falënderimit, shtëpia e falëndëruesit. Ky njeri ka falëndëruar Allahun te bareke wa taala. Kjo është ajo peticion ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për ngushëllimin që ka ardhur nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, është një ngushëllim shumë interesant. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur ka qenë në sëmundjen e vdekjes së tij, kur ka ndrujet, e ka marrë sprovën e vet për mjet, pajisje me ta lecu ti sprovën. Mi po kjo vlen për atë çka e do Muhamedi alayhi salatu wasalam, dhe i beson si pejgamber dhe e ndjek, dhe nuk ka në zemrën e tij dikush për njerëz më i madh se Muhamedi alayhi salatu wasalam. Ka dalë pejgamberi alayhi salatu wasalam para njerëzve dhe ka thonë: o ju njerëz, s'ka dikush për juve që sprovohet prej besimtarve. Ka thënë: fel yata'azza bi musibatihi bi anil musibati allati tusibuhu bi ghayri. Ka thënë çdo musliman që ka sprovohet, le të morë mua për shembull dhe domodin të më kujtoje mua që ta qetësoje dhimbtën e vet. Çish me qetësu dhimbtën me sprovën e Muhamedit alayhi salatu wasalam, le ta kujtoje se ajo godit. Një, e dyta, ai ka ndrujet. Maran për këtë njerëzim, për këtë njerëzimin, botën, globin, se sa vdekja e Muhamedit alayhi salatu wasalam s'ka. S'ekziston. Kjo është besimi jon si musliman. Se nuk mundet këtë njerëzit me dek nuk ka më e lehtë, më e rëndësishme që ka vdek Muhamedi alayhi salatu wasalam. Tha alayhi salatu wasalam, ne ngushëllohet pinjani pi juve, veç kur ta kujtoje për Muhamedit alayhi salam ka vdek. Muhamedi alayhi salam ka vdek. Ajo godit. Ata i lecohet sprova. Ka thënë alayhi salatu wasalam, sepse s'ka doni burr pe umetit tëm që goditet pas meje, maran se sa jam godit unë. Zgoditesh më shumë se Muhamedi alayhi salatu wasalam. Jetim ka jetuar. Ja kanë vrarë shokët. Ja kanë vrarë axhën para sive. Dhe çka ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për axhën e vet? Kur ka shkuar, çat shumë u mërzit kur ka ardhur Zubejri, e ka pa Safijen hallën e vet, motra e Hamzës. E përsa ka thënë el mar'a hekna atë gruje mos ta shofe. Këtë mërzia, këtë janë goditje. E thirr çika vet, tu kon punë serioze të madhe, siklet tjetër, hajde se mdiç djali. Hajde tash me shku te nipi. Apo pik tu hin me gratë veta. Pi siklet. Allahu jazbrit ajet. La tarkabun tabaqan an tabaq. Ta keni mi kalu vështirësi pas vështirësie. Njëri thotë gjas, s'ka më bë mira. Jo. Ama në televizor drishe po thonë, pa i rrejnë. Ai paguhet për me rrejt, Allah. Ai paguhet për me rrejt. Apo, ti mere pejgamberin sa sellem. Ka mu bo mirë, s'ka mu bo mirë. E veti njani me Mahmedin, në sprovën e cila e lodhi shumë me motasimin, i cili kishte burgos. Edhe njani tha: o hoq, a bëha dhe na i herë mirë? Tha: jo burr. Jo, qiko, kjo imam. Njani thot: ani be fladit na pak. Ne na mësu me rrejna. Jo. Tha: kur kena mu rahatu?
Tha kur t'ja nismi me e vendos kamën e parë në xhennet. Atar po. Kështu, muslimani kështu e kupton jetën. S'ka rahati. Kush e kupton rahatin këtë dunja, e ka gabuar adresën. E ka gabuar adresën. A ki pa kur e ka pun adresën, vend merr dikush thot, a mundesh njëri me shku në aeroport me ne? Thot çto un po du me ne valla. Jo valla, këtu i tranzit. Po më sam ka është ul me një pen. Ka është ul me një pen. Edhe ka thënë sahabeve. A e dini unë me këtë dunja që shlidhna, që a ulëm të tash po, a kena me jetu qëtu? Jo, kena mu quë. E tash aeroporti është të më dhënë prej simboleve më të qarta për ta portretizuar. Ti jetë tranzit. Edhe njëri thot, a mirë kanë atë këtu. Këtu po të baj kanë izmet, po rri qëtu. Ku kime ne qëtu? Të morin me zorë. E shembull dhe Allahut është më i lartë. Njëri thot, une e kom drejsh 500 metra katror, ku shumë merë? Të morin vallaj. A nuk ishi dhanë të thinjurat e tua? Andaj shka tha poeti, ka thonë i bane 14 Allah si të morë mësip. Sa i ti prit një bëllë? Apo, a qetri subhanallah plak i këshillon drit. Qish i këshillon drit? Jetoni thot knash në ju se na shkum. O Allah, po ti i bane 70, po këshilloj e mërë trimin si duhet. Thuj, o, ki frikë Allah, unë gjelona më zbani haram. Apo, mi po ki s'ka mor kur gjopi kësaj dunjaje. Andaj shiko pejgamberi alayhi salatu wassalam, si e kupton të këtë dunja? Sprov. Tha oju njerëz, kur kush me ma shumë se unë s'u ka godit. Kur kush ma shumë se unë s'u ka godit. Merr një ngushëllimet prej meje. Merr një ngushëllimet prej meje. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam prej ngushëllimeve që u ka dhënë sahabeve kur ka pas dikush sprova, pejgamberi alayhi salatu wassalam tregon Xhabiri se ka shku pejgamberi alayhi salatu wassalam në një prej të goditurve, ka vdek dikush prej sahabeve familjari, edhe normal në atë kohë mundesh me thonë fjalë çka s'duhet. Edhe ka hyrë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ka thënë: "Mos u lutni kundër juve." Sepse në vajtim a diçka ndodh? Apo çfarë thot? Për shemb vajtim. Elhamdulillah Allahu na ka rujt për vajtimin, po kush e din? Unë nuk e di, po e di pe shkrimeve, për leximeve. Kan thënë kur i ka dek djali. Ka thënë: "O Zot, merrem edhe mua." Apo s'ka jetë mas, shumë duhet jetë mas tina. Apo për vajtimet që ka qenë, ka thënë: "O Zot, shime këtë shtëpi këtë mo." Shumë i ka dek njani, ka dek djaliri. Ka thënë: "Allah, thike këtë shtëpi mo këtë. Mos nese asnjë." E për mësam kur ka shkuën kësi musibet ka thonë: "La tad'u ala anfusikum." Ka dalë. Mos bani dua kundër. Ka shku njani, do të shku këtë. Ka thonë: "Mos u lutni kundër veteve të juve, mos u lutni kundër evlatëve të juve, mos u lutni kundër hizmetçarëve të juve, mos u lutni kundër pasurive të juve." Se njëri kuran në siklet ka mundësi me ban doa çka nuk duhet. Ka thënë alayhi salatu wassalam se ka mundësi e qolloni sahatin ku Allah i pranon duat e shkatërroheni. Apo për shembull, kjo ndodh shpesh atë. Musibet. Ban fëmia potere. Apo ban fëmia potere. Edhe Allah i qafën ta theft. Edhe Allah ja thën. Po sa thot kush ja thaj? Ti ja gëthi. Ti ja gëthi. Ditë gjumaje e nejmë djalin. Qa deshte me prit? Apo kujdes, ruje gjuhën. Pse njëri thot, po unë se kum sinue. Po ti çdo gjuma, çdo ditë. Apo ai tjetri thot, dreçi të mort. Kur e merr dreçi? Shiko, shprej këto po i tregojmë çashtu çishinina. Subhanallahu elazim. Si ka mundësi Allahu ta ka quat e vlad. Njerëzit çka bën për me pas e vlad. Shkojnë operacione, e intervenime, gjithë ato siklete i kanë. Ti Allahu ta ka quat pa kur far sikleti, për pak zhurmë, për pak siklet. Apo, po me të vdek në vend që ati. Apo, që ban pastaj? E ka njerëz që ka vdek në vend. Abdullah ibn Abbas e ka ban janin prej shokëve të vet. Edhe tu e merr me tuë devën e vet, edhe ka mallkuar. U coptofsh. Edhe vladin e vet. Edhe më njëra ka kthy me ajete Ibn Abbasi. Wa kana al-insanu ajula. Insani është shumë ajul. Me ajele i merr punë. Tha Allahu te bareke ve teala wa yad'u al-insanu bi sharri ad-du'a. Insani lutet me dua në sherrit. Apo njani i bëni musibet me njëherë thot inshallah vdesmo. Ka dalë. Sabër. Allahu xhelal e don sabër.